Vetë tabelën, nëse merë shef nga vendi i 7 deri në vendin e 3 që del në Evropë, janë 7 pikë diferencë, edhe është një sezon mjaft i vështirë, një sezon ku më herët unë vetë kam thënë që duhet fitosh këto ekipa që s'kanë objektiv titullin me rivalin direkt nëse barazon dhe mund dalish kampion. Kështu që këtë vit është e kundërta, ne diferencën e pikëve kemi bë direkt përballë rivalit Ballkanit, ku në 3 ndeshje 3 herë kemi fituar dhe atë janë 9 pikë diferencë, duke ja mohuar atyre 9 pikë dhe duke i marrë ne 9 pikë. Dhe nëse marrim ndeshje tjera, ne kemi vetëm 3 pikë më tepër nga ndeshje tjera se Ballkani. Kështu që diferenca e madhe që bë vetëm në duelet direkte përballë Ballkanit. Për atë e ceka këtë se sa ka qenë e vështirë, shumë e vështirë, çdo skuadër ka mund të fitojë dhe me të vërtet janë edhe Ferronikeli ka befasu në shumë ndeshje edhe pse është larkë, domethënë është sigur që do largohet nga Superliga, por asnjëherë nuk kanë lëshuar pe dhe ka kriju shumë probleme tepër skuadrave, por edhe neve ku ne arritëm 1-0 të fitojmë me një lojë mjaft të vështirë, kurse Ballkani arriti të barazoj 3-3. Kështu që kampionat shumë i vështirë, tepër i vështirë.